Historia, kujtesa dhe malli për vendlindjen u sollën përmes ekranit në Kumanov. Në kuadër të aktiviteteve të muajit Çam, në shtëpinë e zejtarëve u shfaq filmi dokumentar Më çoni në qafë të botës të shoh Çamërin, një vepër që sjell rrëfime dhe kujtime të lidhura me historinë dhe trashëgiminë e shqiptarëve të Çamërisë. Ndërkaq, mbi mesazhin dhe simbolikën që përcjell ky film, antari i shoqatës kulturore Vizioni M, Abdullah Berisha, theksoi se vepra bazohet në ngjarje të vërteta dhe sjell në vëmendje vuajtjet dhe mallin e çamave për vendlindjen e tyre. Pra, pikë së pari më lejoni të theksoj se jemi në Kumanov, ku sot bëm shfaqjen e një filmi artistik. Mesazhi i këtij filmit është i bazuar në ngjarje të vërteta. Personazhi në pamundësi bëhet fjalë për një të moshuar e cila u ka mbijetuar masakrave dhe genocidit grek ndaj çamëve dhe nuk ka leje nga autoritetet greke të kthehet në vendlindjen e saj, në shtëpinë e saj. Dhe i gjithë mesazhi i filmit është që ajo në një farë rikujton fëmijërinë. Fëmijët e saj e dërgojnë deri në qafë të botës, ku ajo rikthehet në memorien e saj teksa ishe në shtëpinë e saj dhe me të gjitha traditat dhe zakonet e kohës. Tutje në këtë aktivitet u theksua veçanërisht edhe dimensioni paqësor i mesazhit që përcjell kauza çame dhe mënyra se si ajo promovohet përmes kulturës dhe artit. Pikë së parë janë të rëndësishme në aspekt të mesazhit që duhet të përcillet. Mesazhi është një mesazh paqeje, se çamët, popullsia çame që ndodhet në Shqipëri apo kudo qoftë nëpër botë, nuk kërkon ndryshim territorësh, nuk kërkon gjakderdhje, nuk kërkon luftë, kërkon një të drejtë të thjeshtë të rikthimit në vendlindjet e tyre. Dhe për këtë arsye, të gjitha aktivitetet të cilat bëhen në mënyrë paqësore, duke shfaqur motive kulturore, artistike, për të arritur këtë mesazh. Ndërkaq, pas shfaqjes së dokumentarit, të pranishmit patën mundësinë të ndjekin edhe një film të shkurtër për mbledhës, në të cilin u prezantuan aktivitetet kushtuar Çamërisë të organizuara ndër vite nga shoqata kulturore Vizioni M, duke përfshirë periudhën nga viti 2021 e deri më sot. Përmes pamjeve të përzgjedhura, u rikujtuan nismat kulturore, artistike dhe përkujtimore që kanë synuar ruajtjen dhe promovimin e kujtesës historike çame. Në fund të aktivitetit u zhvillua një diskutim i hapur ku të pranishmit patën mundësinë të parashtrojnë pyetje dhe të ndajnë mendimet e tyre rreth dokumentarit. Më pas, në një koktej rasti, pjesëmarrësit vazhduan bashkëbisedimin, duke komentuar mbi përmbajtjen e filmit, historinë e Çamërisë dhe rëndësinë e ruajtjes së kësaj kujtese kolektive për brezat e ardhshëm.